Nëse ke një vajzë, dëgjoj me kujdes. Thuhet se vajza e parë është versioni femëror i të atit. Jo vetëm në fytyrë, por edhe në gjestet, karakter dhe shpirt. Ja pse ajo është drita e syve të tij. Dhe ajo që më shpesh kundërshton maman. Kjo vajzë trashëgon një pjesë të shpirtit të babait të saj. Vendosmërinë e tij, forcën dhe zemrën e tij të ëmbël. Ajo imiton mënyrën e tij të folurit, shprehjet e tij dhe mënyrën se si ai qëndron në këmbë kur jeta godet furishëm. Ajo përvetëson gjithçka që babai i saj është, sepse një baba nuk të mëson veç me fjalë. Ajo mëson duke vëzhguar jetën e tij, duke parë se si ai trajton maman e saj. Mënyra se si ai menaxhon emocionet e tij formon mënyrën se si ajo do të menaxhojë të sajat. Respekti që babai i tregon asaj sot vendos se çfarë ajo do të pranojë nga një burr nesër. Babai është shembulli i saj i parë i një burri. Dashuria e saj e parë, mbrojtësi i saj i parë, shembulli i forcës së saj. Babai duhet t'i tregojë asaj se çdo të thotë ti je vërtet burr, jo i përsosur, por i pranishëm, i sinqert dhe i patundur si një shkëmbë. Ndaj çdo baba duhet ta përqafojë fort bien e tij, ta shohë në sy e t'i thotë çdo ditë të Perëndis se sa e çmuar është.